Në rast se elementet e komplotit do të zbulohen, do të dalë shumë i fort, madje mund të shkojë deri në 70%. Sepse qytetarët në Kosovë komploteve i din të japin përgjigje meritore. Dhe gjasat reale mund të jenë që në ditët në vijim do të kemi zbardhjen e elementit të komplotit. Më zbulo diçka më shumë. Në mars të vitit 1998, Serbia kishte ndërmarrë veprimin që do ta bënte të ndryshonte epokën. Kosova do ta ndryshonte epokën përmes një familje e cila kishte ruajtur në ADN-n e saj shpirtin kryengritës dhe shpërfilli doktrinën e paqësimit që pacifistët kishin mbjellur për 10 vjet rresht në improvizimin e demokracisë në kushtet e apartheidit. Aktualisht, këtë ndryshim duhet ta bëj politika pa sakrifikuar qytetarët. Dhe këtë kthes mund ta bëj vetëm Albin Kurti, jo dikush tjetër.